Deputetja Jorida Tabaku ishte pjesë e delegacionit të Partisë Demokratike në takimin me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry mesditën e së dielës. Një moment i rëndësishëm ky për çdo politikan shqiptar, e veçanërisht për zonjën Tabaku që ishte për herë të parë pjesë e një takimi të këtij niveli. Në 30 minutat e parashikuara nga protokolli, biseda u zhvillua mes liderit të opozitës Lulzim Basha e sekretarit Kerry dhe deputetja demokrate rrëfen përshtypjet për numrin 1 të diplomacisë amerikane. Mësim për të gjithë politikanët, një politikan shumë i qetë, babaxhan, diskutim shumë pozitiv, frym shumë pozitive. Në fakt unë mbeta me një ndjesi shumë të mirë mbas këtij takimi. Sigurisht që është një nga liderat më të rëndësishëm në botë, edhe një vlerësim edhe për mua personalisht që isha atje. Ky takim është mjaft i rëndësishëm për opozitën, jo vetëm për çështjet që u nglitën gjatë bisedës, por edhe për vetë faktin se sekretari amerikan i shtetit vendosi Partinë Demokratike në pozicion të barabartë me mazhorancën në agjendën e tij të shkurtër në Tiranë. Por mesazhi më i rëndësishëm që u dha gjatë takimit ishte që opozita pati të njëjtën kohë me atë që kishte kryeministri, opozita pati të njëjtën hapësirë dhe besoj që ky duhet jetë mesazhi që duhet marrë kryeministri dhe qeveria. Ne jemi këtu për të dëgjuar, ne jemi këtu duke dhënë propozime konkrete, ne kemi qenë një opozitë ndryshe nga ajo që ka qenë ai. Është në interesin e shqiptarëve që opozita të jetë pjesë e rrugtimit evropian që ka Shqipëria. Gjatë bisedës me sekretarin amerikan të shtetit u diskutua edhe reforma në drejtësi, për të cilën opozita rikonfirmoi gatishmërinë për të punuar për një reformë sipas standardeve europiane. Reforma në drejtësi është e nevojshme për rrugtimin tonë europian, po sigurisht kemi një kriter bazë, kemi një kërkesë bazë, moskapjen politike të sistemit gjyqësor. Dhe sigurisht për këtë gjetëm edhe dakordsinë gjatë bisedimeve tona. Shumë e rëndësishme që sistemi gjyqësor të jetë i pavarur dhe shumë e rëndësishme që të ketë një hapësirë ku në të gjitha emërimet që do të bëhen në sistemin gjyqësor dhe në të gjitha institucionet e reja që do të ngrihen, dhe bëhet fjalë për 8 deri në 11 institucione në varësi sigurisht edhe të drafteve që i referohemi dhe ndryshimeve që ka bërë qeveria për institucionet e reja të krijuara, të ketë një mundësi edhe opozita të jetë pjesëmarrëse në reformimin e këtij sistemi. Dekriminalizimi si një proces iniciuar nga opozita dhe nevoja për një reformë zgjedhore që garanton një proces elektoral të lirë e të ndershëm ishin gjithashtu çështjet që u nglitën në takimin mes opozitës dhe sekretarit amerikan të shtetit John Kerry.